Do të mbahet, mbau tek kokikajt. Ai zëra dini. Nein, Miki. Jo, lëre atje te vendi. Është shpirt, lëre. Bravo. Të dyja, bravo, Miki. Të lumt. Hajde tani se do ham pizza, hajde. Të zumërio të... Po ikim të smoothie. Kam karocën këtu. Nein, der ist richtig groß. Der ist richtig teuer. Oki, qa do ti, Oki? Oki, qa kërkon ti? Bonori në cappuccino. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri, tani po mund t'ju flas. Ne kemi ardhur tek smooth siç e shihni, sepse nesër është 1 qershori, edhe fëmijët sot kanë të drejtë të zgjedhin një lodër, jo se nuk ndodh shpesh, jo se ndodh rrallë, ndodh shumë shpesh, por nesër kanë arsye se kanë festën e 1 qershorit. Kështu që kemi ardhur këtu, kemi balerina cappuccino Rokin, që po kërkon balerina cappuccino, kemi Ivin, kemi Mikin aty mbrapa dhe Kai që iku parat. Ika. Hop. Bravo, ik para tani. Ik kështu mama, ik kështu para, kështu. Ashtu, bravo, ashtu sigurecën. Shumë mirë. Ec? Aty do ti? Baby? Dede. Rosak më bleu Miki. Ja, hajde Rosak dak për kaset. Mi kushi. Qa? Koka? I gjemra mami. Hela, për Rosaku. Të lë në balë këta sot. Ka i bleu këtë tani, po nuk e kishim lexuar që lapsi nuk ishte brenda, i lapsi që flet ai tip. E pas ke lexuar Kai, po tani na i tha Kajne. Kjo bëri, sa bëri kjo? 50 euro dhe pa shtift brenda, wow. Kalvin është fiksuar me këto kontinentet. Globi është i preferuar. Po nuk e pash, mami, tani e pash. Me iden se ishte këtu brenda. Kalvin është fiksuar me këto. Se Oki bleu këto me akullore, me gjëra të mira. Ju lutem për 100 lodra tjera, po fiksua me këto të akulloreve. Shihni qa bleva unë, që të bukura janë. Bleva 2 pjata, 1 për vete, si kjo. Të bëni njëra bënte 6,95. Në dhe nga të 7 euro, se të bukura që janë. Kjo i mjarë si puder, roz. Mora për Ivin pastaj, kjo është ngjyrë kështu si bojqelli. Duket pak më errët në video, po është pak më hapur. Ishte një jeshile, më pëlqeu shumë dhe ajo, do doja të ishte bezh kjo, po nuk ishte, kishte vetëm bojqelli, ajo roza pudër që kam marrë unë edhe një jeshile, kështu një mente hapur. Edhe mora këtë se ngjan më bukur dhe kam 1-2 gjëra kështu si blu. Edhe ishin shumë të bukur. Nëse je vërtet i lumtur për plas duart. Nëse je vërtet i lumtur për plas duart. Nëse je vërtet i lumtur në fytyrë do ta tregosh, nëse je vërtet i lumtur për plas duart. Nëse je vërtet i lumtur bëj ura, ura. Nëse je vërtet i lumtur bëj ura, ura. Nëse vim tek dreka, to bëj sufllaqe, siç e shihni këtu kam marrë këtë. Këtu ka vetëm 3 copë, edhe 2 mendoj t'ja bëj Ivit, nuk e di nëse do e duan fëmijët me këtë, se s'para e kanë qejf, ndërsa unë timen do ta bëj me tortilla. Kështu që po kemi patatet këtu që do t'i skuq vet, mishin këtu që do ta skuq vet, kemi në frigorifer tzatziki. Kjo do t'jetë për Ivin fakt, sepse unë do ta ha vetëm pak me jogurt edhe me erza sipër. Kështu do ta skuq këtë. Kaq pak vaj mishin, është ndoshta 1 lug, jo, më pak.
gjysmë ndoshta, ose më pak se gjysmë, shumë pak, nuk e di sa duket kamera, por shumë pak. Dhe me kaq pak do ta skuq mishin e pulës, duke qenë se duhet ha dhe vetë si ky, edhe normalisht me pak yndyrë, edhe për të tjerët, por që kryesisht unë që e kam regjimin kështu tamam. Dje kam ngrënë pica, e kam prishur, kështu që sot një fet kam ngrënë gjithsesi, po sot nuk dua që ta prish. Ndaj le të bëjmë sufllaqe, gjithashtu do t'i hedh dhe sallat, perimet normalisht që ka brenda, edhe nuk e di si do i të hapur apo të mbyllur, gjithsesi do ta pyes sepse ai sot është në punë. Para se të harroj diçka që dua të them, mora një krem dielli për fëmijët që më duk me thënë drejtën shumë i mirë dhe normalisht kushtoi edhe pak. E bleva tek Rossmann dhe është një aplikacion që e ka emrin Yuka, po jo vendos foton këtu nëse doni ta shkarkoni, është pa pagesë. Dhe atje i skanon këto produktet mbrapa tek QR kodi, ose tek nuk e di si e ka nga kodi nga mbrapa, domethënë e skanon. Edhe ai të tregon se si është ky produkt edhe sa i mirë është. Dhe kur e aplikova atë produktin fakt pëlqeu shumë, edhe jam shumë e sigurt që do ta marr, do ta përdor për vete, se sigurisht tani e bleva. Edhe çam pëlqeu mua ishte që ishte shumë i trash, shumë i trash, edhe ishte 50+. Dhe sa hidhe një pikë këtu, bëhej gjithë fytyra e bardhë, ishte super fare dhe unë kshu i bëj fëmijët, se që motra ime më thotë gjithmonë që bërë si fantazmë në plazh, por që unë nuk dua të më digjen absolutisht. Dhe mendova se ishte shumë i mirë në fakt, edhe nga çmimi, edhe nga mënyra se si përhapej, aroma nuk ishte, parfume etj. Por aplikacioni thoshte që është okay, domethënë është produkt mesatar, nuk është shumë i mirë dhe më dha disa opsione të tjera për krem plazhi dhe krem dielli, domethënë për fëmijët edhe atë do marr, meqense ma dha atij aplikacioni si sugjerim, por që është ide interesante nëse keni produkte të cilat dyshoni për shembull, por nuk është për të gjitha, me thënë të drejtën, sepse normalisht ti do blesh dhe atë që të funksionon ty, atë që të funksionon ty që ti e ke provuar, që të funksionon, wow, njohërojni gaforrën time. Edhe në momentin që ty të ka funksionuar një produkt, për shembull mua Veleda më pëlqen ekstrem shumë, mund të ketë më të mirë se Veleda, ama Veleda funksionon perfekt tek fëmijët e mi, kështu që normalisht unë nuk e ndryshoj për momentin Veledën, për aq sa do përdor krem. Kështu që po, shkoni tek ai aplikacioni, shkarkojeni dhe çoni çdo lloj produkti që ju keni dyshim apo që doni të pyesni apo të dini nëse është i mirë apo nuk është i mirë. Edhe kështu, nëse po vazhdoj të bëj ato sufllaqet, edhe pastaj t'rregulloj kaçuben time. Okej. Ta do t'i bëj pak me piper, pak me këtë specin e kuq, pak me krip, edhe pak me hudhër, edhe do t'i bëj. Ka edhe ekstra kështu nga këto erëzat për xhiro, po unë si kam bler. Për do vri edhe patatet, edhe t'i bëj gati, që mund të kemë pastaj mundësi që t'i skuq. Ju kam treguar një reels, po mendoj që ato reelsat që hedh në Instagram, t'i hedh edhe këtu si shorts, që janë kështu video të shkurtra. Kam hedh një video kështu që ju kam thënë për këto sythat që nxjerrin patatet, nuk duhet i konsumoni ato patatet në momentin që dalin ato sythat. Edhe janë informacione të rëndësishme këto, po gjithsesi do të mundohem t'i hedh edhe ato këtu. Pëlqejnë shumë me thënë drejtën patatet me lëkurë, po Ivi nuk i ka shumë qejf, edhe fëmijët nuk i kanë shumë qejf, kështu që meqense ata nuk i kanë qejf, po i lë kështu pa lëkurë. Do thonë ju pse s'bën ca kështu, ca ashtu. Unë për veten time në fakt kisha dëshirë që t'i bëja në tavë, por nuk e di se do bëj për patate, ndoshta nuk ha fare, ose ndoshta do pjek pak fare në tavë. Mund t'i bëj edhe në air fryer në fakt, po sepse i bën edhe më shpejt, po nuk e di pse ndonjëherë kam më mbar në furr, ndoshta nga që jam mësuar. Mia do t'i bëj kështu në tavë të pjekura, me nuk e di fare pa vaj, do t'i bëj kështu si të vogla. Edhe ashtu mund t'i bëj edhe të mëdha në fakt, po nuk e di pse më fiksua t'i bëja kështu të vogla fare. Dhe pak do bëj, pak, domethënë 2 patate, diçka e tillë, të haj dhe mikin nëse i ka qef kështu. Doja ta bëja në fakt të ëmbël, patate të ëmbël, po këto ko kam ngrënë shumë patate të ëmbël, edhe nuk e di pse më ka dalë si nga qefi. Kështu që normalisht nuk do heqim dorë edhe nga qefet, dhe nga ushqimet që na pëlqejnë, kështu që janë okay këto patatet kështu. Ndërsa fëmijëve edhe Ivi do t'ja bëj kështu skuqura.
Unë sa herë që i skuq, vajin që skuq diçka e hedh direkt poshtë, nuk e mbaj asnjëherë për herën tjetër, domethënë marr një kështu të madhe dhe nuk se s'para skuqim, po kur skuqim unë e hedh gjithmonë poshtë, asnjëherë nuk e mbaj, edhe që nëse nuk është djegur, unë përsëri e hedh. Edhe po, dhe kur i skuq patatet, gjithmonë marr shumë nga këto farzoletat, nga këto, dhe i vendos kështu anash kudo që të mund të thithin vajin, edhe thithin shumë mirë vajin, pak naj sa mund thithin. Qëse në fakt ndonjëherë i bëj edhe shumë drejt, i bëj shumë fikse. Në këtë mënyrë për shembull. Bëj vetë për suflaqi, se i keni parë besoj 100 herë, por sot doja të provoja një herë këtë se si kam provuar asnjëherë, për të parë nëse ngjason shija apo jo. Edhe thash, okay, po i marr një herë këto, s'po i bëj vetë. Nëse janë të mira do t'i marr përsëri, pse jo, sepse duken shumë të shijshme. Mollim loje, që nuk kisha vaj, kështu është kur e hedh të gjithin. Edhe sa herë skuq edhe nuk ngelet më i shkreti, kisha marrë një kështu të madhe në fakt, po që kishte mbaruar. Ka shumë pak, kështu që nuk ja vlen. Unë i bëj gjithmonë kështu që t'i zhys në vaj ato, që të piqen tamam, të skuqen tamam si këto që blejmë. Pos në furrë tani, do t'i luaj pak kështu si me të furçën sipër, edhe janë okay, më të shëndetshme. Gjithsesi, dolëm më mirë kështu. Isha duke e bërë video për Instagram dhe harrova, okej. Këtu kam për veten time 2 lukos me 0.1% ndyr, i kam hedhë vetë pak chia sipër. Mora vetëm gati 2 luk nga ky me mish, që është siç e pat pa vaj pa asgjë. Kjo është pak sallat me avokado, pak kasaraveca, domate dhe lajm. Po, ndërsa këtu kam gjysmën e tortillës që e kam thekur në thekse, dhe këtu kam pak sallat jeshile të pa marinuar ende me asgjë, thjesht do t'i hedh pak balsamiko pa vaj, thjesht me erza siç e pat ju që ja u tregova në video kështu. Është shumë e shijshme, mund t'i përziesh bashkë gjitha ose t'i hash kështu. Edhe këtë patata që u bën taf, kanë dalë shumë të shijshme. Duken sikur kanë shumë vaj, por nuk kanë vaj. Kanë vaj, domethënë vaj ulliri pak që ja kam hedhur kështu sipër me atë furçën, por është okay. Flasha e ivit brenda. Kështu duket të hedhet edhe pak tzatziki nga sipër dhe është e shëndetshme. Shihni patates të lezetshme të bukur. Këtu poshtë po pastroj këtë tharsen e rrobave. Shihni këtu se është bërë pjesë me pluhura nga rrobat normalisht, edhe do ta pastroj të disinfektoj komplet. Ndërkohë kam këtu për të tharë edhe këto rrobat që janë këtu në lavatriçe, por pasi të pastroj, kjo lavatriçe një herë në 2 javë, ndoshta unë e disinfektoj e pastroj komplet se kam fiksim, edhe i bën shumë mirë rrobat. Normalisht nëse je ri nuk e ke parë këtë pjesë këtu, kjo është pjesa e shtëpisë sonë që është gati i nëndeshëm, edhe këtu kemi lavatriçen, tharsen, 3 dhoma që kemi me rraqe me budalliqe, edhe her pas here vi pastroj se normalisht bëhen me pluhur, sidomos kjo dhoma këtu që thahen edhe rrobat, bëhet komplet pluhur, kështu që kam shumë për të pastruar, për të punuar sot, por gjithsesi besoj e dal. Pak flokët tani, thjesht i dash kështu një si futje nga brenda, por nesër do i bëj pak më mirë, sot i bëra paslarje si t'i kem nesër gati, se nesër kam takimin tek dentistja, dhe pas nesër kemi prap në takim, pastaj pas disa ditësh kam takim tjerë, por kjo s'ka lidhje, por nesër dhe pas nesër, besoj se do rezistojnë këto, 2 ditë janë okay, aq që mbajnë para se t'i lajon, edhe kështu nesër kemi takimin si thash tek doktoresha, tani unë do iki do shikoj pak do shoh disa video në YouTube, se me zi më bëjmë si ti shoh. Ku është çanta jote më jetë? Sai tu, Sandra Emma. Kush? Sai, kai, sai. Ora do të vestu, Sandra. Ora do
Mirë mëngjes. Ta duke çuar Okin dhe Kain, në fillim Kain pastaj Okin, edhe tani themi të dalim me Ivin që të marrim ato gjërat që duhen, se edhe pak gati 1 muaj nisemi me pushime, po duam të kemi pak kështu në avans, sepse janë dhe 3 fëmijë, jemi 5 pjesëtar, duhet t'i llogarisim mirë çfarë do marrim, se s'na dalin as valixhet. Kështu që po. O gjema. Gjema. U bëm gati ne, po dalim. Që i bukur je. O që gjema. Ka veshur rrobat e Kait, këto janë rrobat e Kait. Pastaj ka veshur tani Migi. Përveç kputzve. Arte Primark të marrim disa gjëra bazike, po morëm të gjitha gjërat që duhen fëmijëve për plazh. Tani ulëm për të ngrënë një gjë. Si bërë? Me fund. Miki me fund. Bëj gëzuar Hajde Miki. bëjmë gëzuar me fund. Mikel, o Mikel, hajde bëjmë gëzuar me fund. Hajde. Po filloj të tregoj gjërat që morëm atje me pjesë sepse janë shumë, duke qenë se fëmijët ndrohen shpesh herë. Ne menduam fillim t'i merrnim tek Nexti, se Nexti na pëlqejnë shumë, po tham hajde më mirë te Primarku se janë më me leverdi dhe ata aq do t'i veshin sa për Shqipëri. Po ka material shumë mirë dhe Primarku, komplet pambuk janë këto. Ka marrë këto një herë të treja njësoj. Oki ta ulish pak fare shpirt se gjëhet shumë pe pavuci. Babidari, mamidari. I ka marrë të treve njësoj, kjo është 4-5 për Okin, se Oki është pak e gjatë në fakt, edhe e bësh me kështu si fëmijë, nuk e di sa duket në kamera, edhe mundojmë gjithmonë t'ja marrim shumë. 2-3 ka marrë Mikit. Miki është një gjys, po që kanë pak prerje të vogël këto. Edhe kjo tjetra. Nuk e di sa duken këtu, po janë shumë të bukura. Në fakt duken sikur janë të shëzuara, por nuk janë. Tani mora Kait këto për plazh, ka edhe një palë tjera, edhe i bleva 2 këto dhe një palë tjera, ishin shumë të mira. Edhe i mora këto pastaj që siç thash duken më bukur live se sa në kamera. Pastaj Okit i bleva këtë bluzë, këto nga 2, këto ishin 6, këto ishin sa ishin këto me ofertë, jo, 8 euro 2 palë. Këto bluzat ishin të lira fare, sa ishin këto, 2 euro 1. Pastaj i mora Mikit të këto 2 kapelet që ishin bashk, ishin shumë të bukura. Këto më duket 5 euro, 6 euro, nuk e di, 5 euro. I rinin shumë mirë Mikit. Pastaj i mora Okit këto streçet që ti ketë ti vesh dhe ti ndroj atje, përsëri këto të tjerat, pala, këto më duket ishin 8. Po këto më duket ishin 8. Jo, 6 dhe këto. Edhe kanë nga 2 palë, po kanë material shumë të mirë, siç thash për veri kanë perfekt. Tani mora këto për Mikin, kjo është 24.36, në fakt kjo është pak më shumë këtë ka marrë për Nipin, që është 1 muaj më i madh se Miki, po është shumë i gjatë, Diorin, ju që më ndiqni e dini. Çuni motrës. Dhe pastaj mora Okit këto, sa të bukura që janë. Nuk i tregon bukur kjo kamera, i tregon si ngjyra të zëna, po janë shumë të bukura dhe interesante. 3 bluza, siç e shihni 4-5 edhe 5-6 e kisha marrë mirë do kisha bër, po nëse janë okay. Oki është 4 bën për pak. Doj me pjesën tjetër, kjo ishte një bluzë për Kain, kjo ishte 2,30 euro, ishte material shumë i mirë dhe duket shumë e bukur. I mora Okit një tjetër kështu body, sepse ajo ka 2, në fakt edhe këtë i vend 3, se i duhen nga 3, se jo i lagin, jo stan, jo nuk e di unë. Këto i mora për Mikin që ti ketë atje, kam edhe të tjera, normalisht këto janë disa nga ato që na duhen, sepse pjesën tjetër i kam. Dhe i mora dhe këto Kait që kanë material tjetër, ndoshta është më rahat me këto, nuk e di. Edhe pastaj këto që i ka marrë të treja njësoj, ku është tjetra? S'po gjej tjetrën. Po ja, i ka marrë përsëri të treja njësoj, që të bukura që janë. Këto i ka marrë 1,2, 92 cm. Edhe kjo është për Kain 7-8, edhe kjo 4-5 për Okin. Ishin treja njësoj, ishin shumë bukura dhe kanë material si ta shumë të mirë. Tani ka marrë këto që supozohet që janë pijama për Miki, po me thënë drejtën unë do t'ja mbaj atje në përditshmëri, kur t'jemi ç'është kjo këto. Kur t'jemi në përditshmëri, sepse mua më duken shumë perfekto, kanë materialin shumë të mirë dhe këto pambuk, edhe janë shumë interesante. I ka marrë këtë 18-24 Mikit, edhe më të madhe po t'e kisha marrë, ishte thjesht kam hallin e pantallonave, se bluza sa më madhe aq më mirë. Pastaj i mora këto përsëri Mikit 2 sete, o shpirt.
Në 10 euro, këto më duket ishin 8. O jeta më. O zemra. Këto me këtë King Lion, sa të bukura që janë këto. Miki të pëlqejnë? Doja t'i merja edhe nipit si kjo, në fakt se më pëlqeu shumë, po nuk ishte masa i. Më e madhja ishte kjo që ka mundor dhe ai këtë e ka kaluar. Po që këta janë shumë të bukura për përditshmëri. Këto supozohet të jenë pijama, po unë do t'ja vesh për përditshmëri se i ka perfekt fare. Mora këtë bluzën Nokit, pastaj që ta kombinoja përsëri një kostum këtu për Mikin, i bëra bashk, nuk ishin kostum këto, po i bëra bashk. Këto në përgjithësi, për shembull, kjo është 1.10 dhe ato më duket 1.10, kjo është 2.3, diçka e tillë, 2.50. Këtë si thash 10, edhe këto pastaj këtu janë të Mikit, që janë shumë të mira. Këto gjitha janë 100% pambuk dhe më pëlqejnë shumë, edhe janë shumë të buta këto. Kjo është 11 euro pako, po si thash bleva edhe për Nipin dhe për Mikin që t'i kenë atje në përditshmëri të veshit. Madje edhe kështu si kanë atje duheshin, po janë okay këto. Bleva dhe fëmijëve këto nga 2 euro, unë nuk i blej kur pistoleta, do me thënë as kajt si kam bler deri tani kur, se 7 vjeç, jam kundër këtyre pistoleta budalliqe gjëra. Vetëm këto me qenë se ka i do që të luaj tek deti, edhe ka parë që luajnë për këto edhe ka qef, kështu që ja mora këto. Dhe këto digjon e ka marrë i. Ta më këtej se kisha harruar, unë bleu Ivi pantallona plazhi prap, këto blut, një palë zeza i ka bler, edhe këto bezhat që rinin shumë bukur në trup këto, edhe gjithashtu këtu janë e kapelet e Kajit, edhe Kaj kishte 42, o shpirt, e ka dhe ok. Ja dhe kapele Okit, kjo është e Okit, Okit e kemi marrë me bluj, e dini ty që bluj ishte vajzë, unë e dija bluj në qunë gjithkohës, nuk e di rastësisht e mora vesh. Edhe kështë duket është me 2 anë kjo me të kthyer, po i rinin shumë mirë këto perfekt. Kemi më se s'pas kanë fund. Blem dhe këto sandalet për Kajin që ti ketë kështu ti kombinoj me që se këto janë me 3 ngjyra, 4 ngjyra zëre dhe janë bukur. Rova që tregoja gjën më të bukur. I morëm Mikit këto për në plazh. Kishte edhe si ato si rob, se s'më lë t'ja heq tani. Kishte edhe si ato që janë si rob, po që thahen, po nuk i dua ato si kam shumë qejf se to rrin shumë ujë. Përsa këto pastaj e dini ju se çfarë modelë janë, se s'më lë Mikit t'ja tregoj. E janë fantastike fare se normalisht nuk mbajnë ujë. Edhe 2 fëmijët e tjerë kanë si këto. Se kur kemi marrë ato tjera të vjet kështu me cop, ato duan të thahen. Jam te dentistja. Bukra ime. Të në bërshik haj? O gëne kështë të zënqumi makinë. Doja të visha një outfit tjetër në fakt, po nuk isha kohë. Dhe se u bëra me vrap kështu gati, pak rifreskim edhe jemi gati këtu çunat kanë ikur për të ngrënë një qese ngordhën për bukë këta të veqit. Mirë. Mund të shkoj atyre vajzave që ndeti shumë mirë dhe u sonë super. Ciao. Marrova punë tek dentistja, tek dentiste zemrës. Ujë shpejt. Jam shumë e lumtur që e kemi gjetur, nuk e keni iden sepse është shumë e mirë, edhe nuk kam shkuar asnjëherë me kaq qef tek dentistja, në të drejtën. Edhe ndihem shumë mirë atje. Edhe ka dhe një asistente dhe ajo është shumë e mirë, shumë e ëmbël, shumë e sjellshme. E madje di dhe pak shqip. Edhe është shumë e mirë. Po që vërtet kemi kaluar shumë mirë. Kemi pas eksperiencë perfekte. Kështu që do shkojmë herë tjetër sepse un kam dhe diçka për të bërë, edhe Oki ka dhe një për të bërë. Edhe pastaj mbaruam. Po do shkojmë shpesh herë. Kiti 3. Tani shkojmë me qef atje, kemi me dëshirë. Erdhëm ne ishte totalisht normale, tani një super shi papar. Ka marrë këtë super baby monitorin me 2 kamera, është fantastike nga Renti, më pëlqen shumë fare. Dhe kam dhe kodin tim, nëse ju doni apo ju duhet, më thoni sepse kisha një bashkëpunim këtë për në Instagram. Se super mjegull e çuditshme. Ka rënë vetëm këtu poshtë. Duket si tym në fakt, por shumë e çuditshme. Gjithashtu këtu në ful kam futur një bukë të bardhë kësaj radhe, sepse fëmijët e kanë shumë qejf, un kam të timen, atë të zezën, por ata kanë shumë qejf kështu të bardhë. Këto ndërkohë këtu po bëj pak gjell me bizele mish, është duke zgjerë. Jep mamit pultin Miki. Jep mamit të çoj mami, oj. Bravo, të lutem. Faleminderit Miki. Buka për sot ishte e bardhë, se kishin qef koloputa dhe unë ja zbukurova pak me lule të bukura. Sufi is back. Isufi do futet makinë, do të vime të heqje.
Ky është hallimi i përhershëm sa herë ndroj makinat me Ivin. Oh, zot, ky është gati në ndeshëm, pastaj do ngjitem unë sipër. Unë jam bërë gati tani, jam bërë gati fakt se po isha duke xhiruar në një video se nuk është se rik kështu në përditshmërinë në shtëpi. Por po xhiroj një video që më duhet për Instagram. E tani do iki tek Edeka, po nuk po e ndes makinën ende, se kur e ndes makinën edhe nuk më lejon të bëj video, nuk e di pse. Edhe kështu, do blej disa gjëra që duhen, ato që ka menduar që do gatuaj gjatë javës, nuk është se do marrë kështu gjëra ekstra, sepse ka në shtëpi, por ato ka menduar. Ndërkohë, sot ne nuk është se dolëm, nuk bëm asnjë gjë pas dite, se nuk është kohë e mirë fare, do të thënë fryn shumë herë sepse jemi në verë, do të thënë aktualisht edhe me tamam. Përsëri është shumë kohë e keqe. Gjithsesi nuk mërzitemi se rëndësi ka që jemi mirë me shëndet. Pastaj çastina është, s'ka më rëndësi. Kështu mora disa gjëra tani, këto siç ju thash, mora disa gjëra të lezetshme, me thënë të drejtën, mora mish të grirë, kështu fileto pule, gjëra që të bëj chicken nuggets për fëmijët, perime, fruta, gjëra të përgjithshme, kështu nuk është se mora ndonjë gjë ekstra, ishte një fëmijë, një vajzë. Nuk e di se sa ka qarë, ishte rritur, mund të ishte sa oke ose pak më e madhe, ka qarë ekstrem shumë, me ngashërim, bërtiste, ajo mami saj gjermane, as nuk as mundoj fare as ta qetësonte, as t'i fliste, 0-0, e vazhdojnë me cajen, normalisht e ka sjell këtu, se tani jemi realist, jemi prindur, e kuptojmë, kemi qenë gjithë në ato situata, po ka ndez të gjithë Edekën, aq bërtiste, po si sigur bëhet torturonte dikush, ekstrem, bërtiste dhe ajo fare me qetësinë e saj vazhdonte të blinte, e linte të kishte ato shpërthimet emocionale të veta. Më erdhi pak keq me thënë të drejtën, por dhe si prind e kuptoi dhe atë se normalisht ka qenë shumë e frustruar, po minimalisht duhet ta qetësonte. Di po këta gjermanët janë tjetër nivel në këtë, por gjithsesi çdo prind e di vetë. Mirë mëngjes, unë jam duke shkuar në punë tani, Lashkajnë të shkolla, Okin të kita, tani do iki të kopshtë, të më thënë, tani do iki dhe vetë puna, po do iki fillim në shtëpi të çonja dy gjëra që kam. Sotën edhe Ivi, kemi 11 vjetorin, kemi 11 vite bashk, edhe nuk do bëjmë një gjë speciale, se ne s'ka kush na i mban fëmijët që të dalin të dy bashk, të paktën këtë do doja unë sot, por do bëjmë një date në darkë tek shtëpia të dy, kështu, do bëjmë pak bukur, sigur kemi dalë. Mund të dilim dhe me fëmijët në fakt, por unë vi nga puna rreth orës 4, edhe pastaj i bie të shkojmë diku që nuk do hava zreka as darkë, edhe menduam ndoshta do ishte më mirë kështu, dhe plus donim që ta festonim ne të dy bashkë me njëri tjetrin, më mirë për mendimin tonë. Kështu që po, do iki në punë tani, normalisht me makinë, edhe pastaj do vi në shtëpi, gjithsesi do ju marr me vete sot nëse bëj diçka interesante përveç punës. Erdhëm në fund tek puna, mora çipin tani edhe do dal. Rruga sot nuk kishte shumë trafik, me thënë të drejtën, por nuk e di pse ky Google Mapi mua më nxjerr gjithmonë një rrugë që më thot ktheu Majdas. Po aty nuk duhet të kthehesh Majdas. Nuk e kuptoj. Ose bëj unë gabim, ose nuk e di, po që për mendimin tim nuk duhet të kthehesh Majdas, sepse nuk ka shigjet asnjë lloj gjëje. Ndonjëherë ikën truri kësaj. Ndonjëherë nuk duhet ndjekë ose të fut andej në për skuta. Gjithsesi do ta heq atë pjesën aty të rrugës, mos ta bëj, se kam bërë 1-2 herë, nuk e kuptoj pse e bëj. Gjithsesi erdha tek puna, po iki dhe shihni pas. Delur në trafik tani, shi çfarë super kohë e keqe, filloi një super erë, po flas normalisht se kam ndaluar makinën, po thuajse, kohë e keqe shumë. Erdha në shtëpiun dhe kishte ardhur një porosi nga Shein. Këto i kam bler vet, nuk e kisha bashkëpunim, se ju e dini që unë bëj shumë bashkëpunime me ta, po i bëj në Instagram kryesisht, por këto i kam bler vet, sepse doja disa gjëra specifike. Tani, fillimisht tu kemi një kostum tip lino për Ivin, i ri dhe shumë bukur, ky extra large masa, nuk ishte shumë i kushtueshëm, edhe ky pastaj është përsëri një kostum për Ivin, edhe ky ishte lino kështu, dhe i rinte shumë mirë, këto ishin të dyja shumë mira. Ndërprerje nga salla, po ju thoya kjo është me mëngë të shkurtra, ndërsa tutat me të gjata, jo të sherekshme. Jo kështu të shkurtra.
Gjithashtu mori edhe një palë të shkurtra nga këto për plazh, materiali i mirë duke, në fakt shumë i lezetshëm. Tani, mora unë këto për plazh, po ja u lë foton se si duket, e kam si me siklet kur i nxjerr kështu, por që po ja u tregoj ngjyrën, kështu duken shumë e bukur. Mora këtë, badin, edhe ky shumë i bukur dhe shumë mirë. Cilësia e rrobave të plazhit tek Shein është super. Taj që ka marrë unë këtu, kostume zemrën time meçi, kështu duket dhe imi, siç është i okit këtu, me pantallona të shkurtra, edhe me këtë, të dyja me për meçi. Kam marrë me okin tim zemrën time, po them marrim në një tjetër se vin goxha shpejt. Ktu i kam kthyer një palë kështu bikini që për pjesa e poshtme që nuk është se më pëlqeu, rinë shumë të ngushta pas trupit, domethënë ishin goxha të ngushta dhe nuk i pëlqej ishte ngushta, në foto dukeshin pak më ndryshe, po nejse. Pastaj ishte ky kompleti që ishte shumë i bukur, siç shihet këtu, po ju lë edhe një foto të këtij, kishte material shumë të mirë, po dhe këto ishin shumë të ngushta nga pjesa e pasme dhe mua nuk më pëlqejnë, kështu që do t'i kthej. Do thoni ju pse se e pash, po nuk dukej gjë, kështu që ose e kam parë unë gabim edhe kështu që më duhet t'i kthej. Dhe pastaj është edhe një kostum këtu që gjithashtu do t'ju lë një foto i Ivi që në foto duke më i bukur, live nuk ishte edhe ndonjë gjë, domethënë ishin pak transparente pantallonat, bluza duke si diçka, nuk ishte ndonjë kushedi se ça, por që në siç thash unë në përgjithësi plazhit të Sheinit më pëlqejnë shumë, kanë super cilësi. I kam marrë aty prej vitesh edhe në Shein se ka shumë të mira, edhe kanë çmime shumë të mira dhe cilësia më pëlqen sepse i ka shumë të forta. Po je do ta marr mami. Po pastaj siç ju kam thënë, nuk e di nëse kam thënë këtu apo vetëm në Instagram, ka marka shumë të mira tek Shein sepse Shein ka shumë dyqane. Aty tek këto dyqanet që disa janë shumë të mira dhe cilësi fantastike që mund të konsiderohet mendoj unë shumë kështu cilësi i lartë. Ka pastaj rroba të tipit si ky kostumi që ju tregova unë që nuk janë aq të bukur saç duken apo saç mendon ti se do të vinë. Kështu që duhet keni parasysh të shihni dhe ato përshtypjet e të tjerëve që janë shumë të rëndësishme, por që siç thash ka dyqane që janë vërtet me shumë cilësi. Mora pastaj këtë për telefonin që ngjitet mbrapa, nuk e di se do jetë cilësia e këtij, kishte 2 copë shumë e lirë, kjo 70 cent duket. Dhe pastaj kjo është e rrobave të plazhit, këto këtu që janë shumë bukura dhe këto më pëlqyen shumë. Edhe këto nuk ishin shumë të kushtueshme, janë më të bukura se ç'duken aty në video. Njëroni thonë mi sepse po i ris që ti bëj dhe duken kështu. Nuk e di pse duken kështu shëmtuar, nejse. Edhe këto do ja u tregoj me foto se siç thashë kam si bisikletë dhe këto pastaj ishin përsëri të mia që janë të kuqe, shumë të bukura, këto rinin perfekt, kanë një si tip loti kështu, duken shumë bukur këto, një super sugjerim për këto çdo secila nga këto kishte material shumë të mirë. Ora këto pastaj që ti kem në rast se kur vesh këto kostumin apo kur vesh në një fustan, kur vesh diçka që duhet duken, këto janë shumë të mira. Edhe unaqin vajsa për verë pastaj het. Pastaj mora për herë të parë, jo, kam marrë dhe herë tjera, më duket bashkëpunime, se për të thënë të drejtën kjo mund të jetë hera e dytë që unë blej vetë. Ndoshta e para ose e dyta që unë blej vetë tek Shein, se çdo gjë tjetër kam pas bashkëpunim. Edhe këto shapkat më pëlqyen shumë të bukura duken, në këmbë rinin shumë mirë, nuk e di se si do jem gjatë kohës si do eci, por kështu duken okay. Më jep pak mami? Edhe mora këto, shihni sa të bukura që janë shumë të bukura. Edhe në këmbë ndiheshin si pupël, edhe kështu janë shumë cute, shumë të lezetshme, ngjajnë shumë bukur, edhe siç thash në këmbë nuk peshonin apo nuk të dhimbnin, nuk e di tani, duhet i provoj gjatë kohës që do eci. Këto ishin pak a shumë, po nuk e di, po na jep truri të bëjmë disa blerje të tjera, sepse vin goxha shpejt, nuk e di, ndoshta kam diku tek 8-9 ditë që e kam bërë porosin, ose edhe 10 maksimumi 10. Edhe them të marr disa gjëra të lezetshme kështu meçi me okin për estetike, po se di, nuk e di çfarë do bëj. Se më pëlqyen këto, dukeshin goxha kanë shumë. Pantallonat janë ture, domethënë janë pak transparente, por që normalisht nuk do t'i vesh me korse, kështu që jo korse, me ekstra, domethënë që janë për atë punë, kështu që ne do evakuoheshim për pak, në fakt ne kishim bërë gati dhe kishim prenotuar një hotel, kishim rezervuar një hotel për ne, sepse do evakuoheshim, do iknim nga shtëpia, do na nxirrni nga shtëpia, do dilim nga shtëpia, sepse këtu në vendin, në zonën ku jetojmë ne, po bënin kontrolle rutinë kështu për këto bombat, për të çaktivizuar bomba që mund të kenë qenë që nga lufta e dytë botërore, kështu që na kishte
ardhi një njoftim që duhet të largoheshim nga shtëpit në këto lloj datash. Kishin tek ta një lloj strehimi të tyre, po sigurisht ne nuk do shkojmë tek ai strehimi tyre. Edhe kishim bërë një rezervim për hotel, por që u anulluan, na lajmëruan që nuk duhet të lëvizim nga shtëpia sepse këtu nuk ndodhej asgjë edhe nuk do bënin kontroll. Shqyr, sepse nuk e di, mua më kapi si panik në momentin që lexova atë lajmërimin që do çaktivizojnë bomba, do të thënë do shohin, do bëjnë kontrolle, edhe janë evakuar shumë njerëz, por që nuk ishte rasti ynë. Shqyr që nuk ishte rasti ynë, se them drejtën unë prishej Terezia një dy ditë dhe nuk është se kisha me qef të madh shumë të lëvizes, sepse i do ishte edhe në punë, do rini më tepër në hotel vetëm me fëmijët, edhe koha nuk është shumë e mirë që të dilja aty vërdall, por gjithsesi jemi okay, ja i shpëtuam ikjes nga shtëpia edhe evakuimit, kështu që ja hodhëm tek kësaj radhe. Mirë mëngjes! Unë, si gjithmonë, sa herë më shihni kështu lë fëmijët në për shkollë, në për kopshte. Sot bëra një dush në mëngjes, siç e shihni, këto janë flokët e mi real, se s'kisha as kohë, thava me vrap kështu si me difuzor. Janë gjysmë kachurel, gjysmë, po më shumë kachurel, se bëhen shumë bukur këto. E di që do thoni më shkojnë shumë, më shkojnë realisht, po ditë e parë, pastaj ditë e dytë do t'i kapësh, pastaj rrin si tentakul. A nejse, muhabet tjetër ky. Unë tani jam duke ikur në punë, edhe do ikë një herë shtëpi se do t'i jap këtë çadrën Nivit, se kam hallë mos pastaj kur merr fëmijët bie shi edhe nuk ka çadër të madhe, se ka të vogla, po i duhet një e madhe, edhe do ikë t'ia çoj një vrap. Pastaj do nisem për në punë, do të shihemi. Nesër kemi në plan të bëjmë shumë gjëra të bukura, sot nuk do bëjmë ndonjë gjë interesante. Dje u kënaqja shumë me Ivin, hëngrëm një darkë të dy bashkë aty, u kënaqem si çdo mbrëmje tjetër. Edhe nesër do ikim në Hamburg, se kemi ca gjëra të bukura për të bërë, që sigurisht që do t'i marr me vete, por gjithsesi po ikim për punë. E parë që erdha unë shpejt në punë, që erdha diku tek 8 minuta më parë, ndoja pas makinës së plerave, të këtyre plerave bio, te 10 minuta, tani jam 1 minutë më vonesë. Babi, nuk e dëgjon ajo jetë, nuk dëgjon. Në, më dëgjon. Babi! Të tresi oki. Nuk dëgjohet fare janë. Mand që blem këtë ne gigantin, këtu që kushtoj 50 euro te... Na duhej lapsi se nuk e kishte brenda siç e pat. Dhe çfarë bëm ne? Blem një tjetër në eBay, që kishte edhe lapsin. Edhe me që se Kalvini ka qef të dyja këto, tha okay, po i bëjmë të dyja. Edhe ishin shumë lezetshme, por ai lapsi që blem punonte me atë të vetën, ndërsa me këtë do ta regjistroje. Kështu që zëre se na iku blerja kot, po hajt. Të paktën ky kushtoi diku tek 23 euro, nuk e ka qalaj zotria. Një nga pasionet e tjera të momentit kajt është të vizatoj. Shisti sa të lezetshme i bën këto pikturat. Më tha mua mami që është një meksikan, kaktus meksikan i çmendur. Dhe këto i bën shumë bukur, më pëlqejnë shumë edhe janë gjithë atje tek ai. Bëra gati tani, nuk kam kështu make-up asgjë sepse ne po nisemi për në Hamburg. Do takoj atje një vajzë shqiptare e cila ka një qendër estetike për të bërë një trajtim fytyre dhe një brow lamination, domethënë një laminim të vetullave. Dhe mezi po pres, do t'ja lë location e gjitha këtu, por do t'ju marr me vete sigurisht që ta shihni. E gjenin në Berlin edhe në Hamburg. Vajzat që jetojnë në Hamburg edhe vajzat që jetojnë në Berlin mund të lënë orare me të. Është shqiptare, shumë e thjeshtë të komunikoni edhe nëse është problem pjesa e komunikimit, edhe normalisht shqiptarët tanë dihet se si e kanë në shërbimet edhe sjelljet me ne normalisht. Jo se tjerë nuk e kanë të mira, por me shqiptarin e merremi vesh direkt. Kështu që do t'i marr me vete, shihemi, kemi pak një orë pak rrugë, por me zor po pres që të shkoj edhe të drejtoj pak veten time sepse këto kohë kam qenë realisht e lodhur dhe normalisht gjërat e para që dalin lodhje etj të shfaqen në fytyrë. Kështu që le të iki. Ora gati. Tani për të dalë, vesha këto të bukurat që bleva tek Shein, këtë t-shirtin bazik, edhe këtë fundin jeans të gjatë, që është shumë po shumë i rehatshëm. Ky më duket është një temu në mos gaboj. Jam bërë kështu kokë këm me këto gjëra. Të gjitha bashkë 25 euro. Hajde shpël. Babi, ja ku iku babi. Ja ku erdhi Tabiana. Si e?
Mbaruam tani, siç e shihni jam pak e skuqur, sepse Tabiana u tregua shumë e dashur dhe e butë me mua. Zakonisht jam shumë e egër, por Jo, nuk ta besoj këtë. Edhe kështu dukem tani, do ta shihni pak më vonë rezultatin, do t'ja tregoj në histori, por që shihni sa bukur që mi bëri vetullat. Ka shumë shërbime këtu te Tabiana të tipit. Metoterapi, dermapen, pastrimi fytyre, lamination, lash lift, shumë shpejt microblading nga gushti dhe të gjitha trajtimet e tjera mund të shikoni në Instagram. Me pak fjalë unë do ngel këtu te Tabiana sepse është kaq e mirë. Faleminderit shumë, edhe do të Mirë se të vish. Iga tani super e kënaqur me Tabianën, edhe me Aleksin andaj që s'do të dali. Ciao zemër, faleminderit shumë. Ciao. Je shumë e mirë, bye. Ciao. Faleminderit dhe ju. Tani jemi duke bërë këto gati valixhet. Kemi kohë, por unë dua që të sigurohem mirë që fëmijët kenë mjaftueshëm rroba dhe mos detyrohem që të blej. Jo se kanë ndonjë gjë që të blej, por dua që t'i kem gjithmonë atë probleme teknike. E po ju thoja, po i ndaj gjitha këtu për shembull që mikit ketë 15 body, të ketë 15-20 bluza, që edhe në ditët që mos kemi mundësi t'i lajm, të kenë rroba të pastra. Edhe kam vendosur këtu poshtë, valixha është e pastër, po nuk e di. O miki. Valixha është e pastër, po unë kam atë fiksimi gjithmonë që të shtroj një gjë të pastër. Valixhet kemi 4 valixhe. Ndërkohë këtu është gjendja se i kam balosur të gjitha, edhe po jo të gjitha, por mundohem që ti ndaj në kategori që mos vuaj pastaj me t'i kërkuar. Në fakt kam marrë dhe ato ndarset që ndahen rrobat më vete, po i kam më mirë kështu valla. I kam provuar tëra teknikat. Kjo është mënyra më e mirë, mund t'i bëj dhe pak më bukur. Jo, di pse, sepse sa hap valizhën pastaj nuk merret më vesh se çau bë, kështu që i gjithë mundimi im, i gjithë mundi im, mundi lopës, i gjithë mundi im shkon kot, kështu që janë mirë kështu siç janë bukuroshet, ti vendos këtu në një peshqir, në një gjë kështu të fëmijëve dhe jemi ok. Ko valixha Okit dhe e Kajt, që kanë vetëm lodra brenda, jo Oki ka fut një ca rroba që s'kan lidhje. Kaj ka fut lodra. Edhe kështu si pa dashur pa kuptuar, erdhëm në fundet e një video tjetër. Unë ju falenderoj nga zemra nëse keni ndjekur videon deri tani dhe uroj që t'ju ketë pëlqyer për çdo lloj pyetje që keni apo çfarë do lloj gjëje që t'ju vijnë ndërmend. Më shkruani poshtë në komente edhe çfarë keni ju dëshirë apo diçka tjetër të shihni. Ne do të shihemi përsëri bashkë me video të tjera shumë të bukura. Deri atëherë kujdesuni për veten dhe faleminderit që më ndiqni. Ju kam shumë xhan.